Për dekada a ishte një figurë e pandashme e qytetit, një burr i vjetër i heshtur dhe i përullur që qëndronte për orë të tëra përpara katedrales madhështore të Aleksandr Nevskit në Sofje, Bullgari. I veshur me rroba të thjeshta fshatare, të arnuara dhe këpucë lëkure të vjetra të konsumuara, ai përkulej qetësisht ndaj kalimtarëve, duke mbajtur një filxhan të vogël metalik për donacione. Për mira njerëzit që e shihnin çdo ditë, ai ishte thjesht një lypës tjetër, një relike një epoke të shkuar, që mblidhte disa monedha për të mbjetuar. Por ky burr i vjetër, i thjesht, fshinte një sekret të pabesueshëm. Ai nuk ishte ajo që dukej. Kjo është historia e vërtetë e manitshme e Dobrit Dobrevit, njeriu që dukej si lypës, por që fshehurazi ishte një nga filantropët më të mëdhenj në historinë e kombit të tij, dhe arsyeja thellë pse ai zgjodhi të jetonte një jetë të tillë. Përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin e pëlqimit, sigurohuni që të jeni abonuar dhe aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë nga historitë tona të reja të manitshme. Për të kuptuar jetën e jashtëzakonshme të Dobrit Dobrevit, së pari duhet të udhëtojmë në historinë e trazuar dhe shpesh tragjike të adheut të tij, Bullgarisë, në shekullin e 20. Dobri lindi në vitin 1914, në fshatin e vogël të Belovos. Ai u rit në një botë me besim të thellë, një Bullgari ku Kisha Ortodokse ishte zemra e komunitetit dhe identitetit kombëtar. Por jeta e tij e re u formosua shpejt nga kaosi i luftës. Gjatë luftës së dytë botërore, kryeqyteti i Bullgarisë Sofje u bë shinjestër e sulmeve intensive të bombardimeve aleate. Në një nga këto sulme në vitin 1944, një bombë shpërtheu pranë Dobrit dhe tronitja e latë pothuajse plotësisht të shurdhër për gjithë jetën e tij. Kjo ishte hera e parë nga shumë vështirësitë që do të formosonin udhëtimin e tij. Pas luftës një hije e re, edhe më errët, rambi Bullgarinë. Vendi u bë një shtet komunist në kontrollin e fortë të Bashkimit Sovjetik. Regjimi i ri ateist nisi një sulm të plot ndaj jetës shpirtërore të kombit. Kisha Ortodokse bullgare u shtyp brutalisht. Pronat e kishës u konfiskuan, manastiret u mbyllën dhe priftërinë u burgosën ose u persekutuan. Feja u shty në hije. Edhe për 45 vitet e ardhshme, shfaqjet publike të besimit ishin një akt i heshtur sfidues. Ishte në këtë botë shtypse, një botë që u përpoq të fshinte Zotin, që besimi personal i Dobrit Dobrevit u bë më i thellë dhe më i fuqishëm. Ai jetoi një jetë të zakonshme. U martua, pati fëmijë dhe punoi në tokë. Por një transformim shpirtëror po ndodhte brenda tij. Kur regjimi komunist më në fund ra në vitin 1989, Bullgaria u rilind. Por ajo gjithashtu përballë me vështirësi të mëdha ekonomike dhe një krizë të identitetit moral. Ishte gjatë kësaj periudhe tranzicioni, rreth vitit 2000, që Dobri Dobrev, tashmë një burr i vjetër në të 80-tat, mori një vendim që do të përcaktonte pjesën tjetër të jetës së tij. Ai vendosi të ishte dorë nga të gjitha zotërimet e tij materiale dhe t'i kushtonte vitet e mbetura një misioni të shenjtë. Ai do të ecte në përbot si një asket i përullur, duke mbledhur para, jo për vete, po për të restauruar kishat dhe manastiret e rënuara që ishin lënë pas dore dhe përdosur gjatë viteve të gjata dhe të errta të sundimit komunist. Kështu filloi pelegrinazhi i tij legjendar ditor. Çdo mëngjes, në çdo mot, nga vapa përvëluese e verës deri te të ftohtit therrës dhe bora e thellë e dimrit, Dobri dilte nga shtëpia e tij e vogël dhe thjesht në fshatin Belovo. Ai ecste mbi 10 kilometra ose 6 milje në këmbë për të arritur në kryeqytetin Sofje. Ndonjëherë, kur ishte më i moshuar dhe më pak i aftë, merrte një autobus qyteti. Ai shkonte në vendin e tij të zgjedhur, shpesh në shkallët e katedrales madhështore të Aleksandr Nevskit, një nga katedralet ortodokse më të mëdha dhe më të zbukuruara në botë. Ai ishte një pamje e goditshme dhe anakronike. Në kryeqytetin e zhurmshëm modern evropian, ai dukej si një figurë nga një shekull tjetër. Vishte rroba të thjeshta të punuara në shtëpi. Flokët dhe mjekra e tij e gjatë e bardhë i jepnin pamjen e një profili biblik. Ai kur nuk kërkonte para në mënyrë agresive. Thjesht qëndronte në heshtje duke mbajtur një filxhan të vogël metalik dhe një kuti lëkure përpara dhe përkulej ndaj çdo personi që kalonte pranë. Kur dikush, shpesh një fëmijë, hidhte një monedhë në filxhanin e tij, ai përkulej dhe u puthte dorën në një gest të thellë mirënjohje.
Për vite me radhë, njerëzit e Sofjes e shihnin, por nuk e shihnin vërtet. Ai ishte gjyshi dobri, një pjesë e butë dhe e padëmshme e peizazhit të qytetit. Ata supozoni sa ishte i pastrej, një pensionist i varfër që lypte para për të bler bukë. Nuk kishin ide ku shkonin në të vërtet paratë që ai mblidhte. Ai vetë jetonte një jetë me asketizëm ekstrem, duke mbijetuar me pensionin e tij të vogël shtetëror për vetëm 100 euro në muaj. Pyetja që askush nuk e kishte menduar të bënte, misteri që fshihej në sytë të gjithëve ishte: çfarë po bënte ky lupës i përulur me mira e mira leva që hidheshin në filxhanin e tij vit pas viti? E vërteta u zbulua më në fund, në vitin 2009, jo nga një hetues privat, por nga një gazetar që po bënte një artikull për katedralen e Aleksandr Nevskit. Ndërsa u lumtonte financat e katedrales, atij u dha qasje në regjistrat zyrtar të donacioneve. Teksa shikonte listën e sponsorëve korporativ dhe donatorëve të pasur, një zë i veçantë ra në sy. Një donacion i vetëm, aq i madh, sa linte në hije pothuajse të gjithë të tjerët. Ishte një donacion privat në para të gatshme prej 35.700 leva bullgare, ekuivalente me rreth $20.000 amerikan. Por emri i donatorit e la gazetarin me gojë hapur. Nuk ishte një biznesmen i famshëm apo një politikan. Emri në regjistër ishte thjesht gjyshi dobri nga Bolevo. Gazetari u trondit. Ai e dinte saktësisht kush ishte gjyshi dobri. Të gjithë në Sofje njihnin atë. Ai ishte lypsi i përulur dhe i heshtur që qëndronte çdo ditë jashtë dyrave të katedrales. Duket e pamundur. Si mund të ishte ky burr i varfër dhe i moshuar donatori më i madh privat i katedrales në historinë e saj moderne? Gazetari filloi të gërmonte më thellë. Ai foli me pleqt e kishës, të cilët konfirmuan historinë. Ata shpjeguan me një ndjenjë të thellë nderimi se për vite me radhë, Dobri Dobrev u kishte sjell gjithë koleksionin e tij, ndonjëherë mira leva njëherësh, të gjitha në monedha dhe kartë monedha të vogla të mbledhura me mund. Dhe katedrali Aleksandr Nevskit nuk ishte vetëm përfituese e bujarisë së tij të pabesueshme. Hedimi zbuloi se ai kishte dhuruar 10.000 leva për restaurimin e kishës së fshatit të tij në Belovo, 25.000 leva të tjera për rinovimin e manastirit e Eleshnicës, dhe gjatë misionit të tij, vlerësohet se Dobri Dobrev mblodhi dhe dhuroi mbi 80.000 leva ose më shumë se $40.000 për restaurimin e vendeve të shenjta në Bullgari. Ai nuk kishte mbajtur asgjë për vete. Kur historia u publikua më në fund, reagimi në Bullgari ishte i jashtëzakonshëm. Kombëdi u përul dhe u prek thellësisht. Njeriu që kishte qenë një figurë e padukshme e qytetit, njeriu që shumë e kishin kaluar dhe injoruar për vite me radhë, u zbulua të ishte një shenjtor i vërtet i gjallë. Historia e tij u bë një sensacion kombëtar, një simbol i fuqishëm i bujarisë së heshtur dhe vetmohuese në një botë që shpesh dukej se e kishte harruar vlerën. Ai u bë i njohur si shenjtori i Belovës, por fama dhe adhurimi publik nuk e ndryshuan as pak. Ai vazhdoi pelegrinazhin e tij ditor. Vazhdoi të qëndronte përpara katedrales, duke u përkullur ndaj të huajve dhe duke puthur duart e fëmijëve. I vetmi ndryshim ishte që tani njerëzit e shihnin ndryshe. Ata shihnin jo si një lypës, por si një njeri të shenjtë, një kanal për mirësi. Filozofia e Dobri Dobrevit ishte thellësisht e thjeshtë. Ai nuk ishin të paracit të tijat. Besonte se ishte thjesht një mjet, një enë përulur që mblidhte ofertat nga besimtarët për t'i kthyer në vendin e tyre të duhur, shtëpinë e Zotit. E gjithë ekzistenca e tij ishte një akt besimi dhe një refuzim i botës materiale. Ai kishte dhuruar shtëpinë që dikush zotëronte te kisha, dhe për vitet e fundit të jetës së tij ai jetoi në një dhomë të vetëm spartane pranë kishës në fshatin e tij të lindjes Belovo. Dhoma e tij përmbante pak më shumë se një krevat të thjeshtë dhe një tavolinë. Ai ishte një njeri që jetonte si më i varfëri të varfërve, por që dhuronte me zemrën e më të pasurve të mbretërve. Ai vazhdoi misionin e tij, dhe kur kaloi ditëlindjen e tij të 100, duke u bërë një figurë e dashur dhe e nderuar, një ikonë e gjallë e besimit bullgar. Dobri Dobrev vdiq në vitin 2018 në moshën e pabesueshme 103 vjeçare. Historia e tij është një trashëgimi e thellë dhe e përhershme. Është një dëshmi e fuqisë së një individi të vetëm përmes veprimeve të vogla, të qëndrueshme dhe vetmohuese të përditshme për të bërë një ndikim të jashtëzakonshëm në botë. Dhe është një kujtesë e fuqishme se thesaret më të mëdha nuk maten me arë ose monedhë,
por me bujarinë e heshtur dhe të palëkundur të zemrës njerëzore. Misteri i madh i lypsit të përulur u zgjidh më në fund. Dhe arsyeja pse ai jetoi ashtu siç jetoi ishte një akt i thjeshtë dhe i bukur i dashurisë së pastër vetmohuese.